të mbaroj Monika. Mendoj se për momentin janë bërë Jos Shina dhe Loredana janë bërë dyshja më karizmatike i Big Brother. Për momentin. Pra sidomos nisur nga ky prajmi i djeshëm, uroj t'jenë karizmatik deri në fund. Mendoj se janë shumë të lezetshëm së bashku. Lori është bërë shumë fani, shumë karizmatike dhe ajo. Jozi ka fillu lëshon perla vazhdimisht. Kësaj radhe nuk i ka perlat si në fillim, që ishim perla dhe thoi gjina i shkreti. Kësaj radhe thoi është bërë i lezetshëm dhe ka kaluar nga një person që thonin bo, ka kaluar në person sa i lezetshëm Jozi. Po kjo është e bukur, sepse me rifutjen ai nuk vajti poshtë po ngrihet dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ndonjëherë njerëzit më të urryer janë ata që pëlqejnë më shumë në fund, sepse dikush nuk arrin të të njohë direkt në fillim. E vërtet, shipe, po rifutja e Jozit, ndryshe nga rifutjet e tjera, as nuk përdori ndonjë lajm nga jashtë, as nuk bëri ndonjë gjë, por u fokusua dhe e rregulloi atë figurën e vet dhe filloi të japi këto perla bashkë. Goca, dua ta njohim Jozin siç është jashtë, ta njohim edhe këtu brenda, kështu që po, në fakt Visian të pyes pak prap edhe ty. Si mendon ti se ka ndryshuar perceptimi publik tani në këtë rihyrje, në këtë fazën e dytë të çiftit? Shiko, Jozi ka fituar pik. Bashkë me Jozin ka fituar pik indirekt dhe Loredana. Janë bërë më të pëlqyeshëm në opinionin publik. Personi tjetër që ka hyrë, do më thëmë për këta, mendoj që i kanë vetëm pozitivitet për momentin. Pra, mendoj se... Po pse kanë ndodhur ky ndryshim, do më thënë, pse ky switch në këtë pozitivitet, ky ndryshim, pse? Sepse ndryshimi është, Jozi është pak më i matur, nuk bën ka shumë budalliqe, sa që bënte dikur. Jozi i tregoi aty dhe i tha që... Monika, duket që ka qenë Big Brother, s'le me folë, Monika. Po se nuk po kupton që Jozi mbajti premtimin që i tha se s'po kupton çfarë po kuptoj unë. Një nga një. Vazhdoj. Më fal. Më le të mbaroj të lutem. Ndjes që të preva fjalën. Faleminderit. Edhe mendoj se Jozi ka kuptuar ku ka gabuar kur ka qenë Big Brother, ka kuptuar çfarë opinioni ka krijuar kur ka qenë Big Brother dhe ka ardhur me mend tjera në këtë lojë. Mbajti qëndrim ndaj Lorit për të qenë koherent me ato që gjasme, ishte pak si egzageruar si qëndrim ndaj Lorit, se Lori si bëri asgjë, por tani filloi, bëri kthesën dhe kthesa mendoj gjë më pozitive që ka bërë. Fan Club ka arritur të marrë edhe një reagim nga babai Jozi që nuk mund të ishte prezent dhe është një reagim që unë do ta lexoj tani edhe nëse regjia më ndihmon ta kem edhe në Leduall mesazhin. Përshëndetje Heidi, ju falenderoj përzemërisht për ftesën. Në pamundësi për të dalë në ekran, po ju dërgoj komentin tim pas kërkesës suaj për djalin tim Jozi. Me rikthimin e tij ai po tregon veten e tij të vërtet. Loja e tij herën e parë ishte e ashpër dhe e gabuar. Më kanë mbetur merak debatet e tij me Rozanën dhe situata me Gjesin, sepse doli në një kontekst të gabuar dhe na shqetësoi shumë. Na pëlqejnë ngritjet dhe shakat që ka Jozi me Gjesin, sepse japin frymë shtëpisë. Për sa i përket Loredanës, ne mbështesim zgjedhjet e djalit ton, por ne duam që ai të luajë lojën e tij. Do të doja të shikoja Jozin si lojtar dhe flirtet ndodhin dhe shkojnë në vartësi të situatave brenda në shtëpi. Ata kanë ndjenja për njëri tjetrin dhe ne jemi as pak kundër që të njihen jashtë. Për sa i përket prindërve të Loredanës, ne i mirëkuptojmë për shqetësimet e mëparshme. Ditë të them që Jozi na ka bërë krenar. Këshilla ime për të ka qenë ta shijoj Big Brother, pavarësisht si interpretohen gjërat. Ju përshëndes. Falenderojmë babin e Jozit. Ronaldo, si e sheti këtë koment të babait të Jozit edhe për Loredanën? Krushqit mes veriorëve dhe jogorëve kanë qenë gjithmonë interesante, edhe uroj të ecin mbar. Mua në fakt më pëlqen Jozi me Loredanën, po siç e thash, e mora vesh, prit Ronaldo, se unë e di që ti ke shumë qejf të futesh kur flas unë, po një sekond. Më pëlqen shumë Jozi me Loredanën, pavarësisht se unë nuk i besoj. Mendoj që ja ti dha një mesazh shumë të bukur dhe shpresojmë t'i shohim së bashku dhe jashtë. Mirë, shumë të qartë, do rikthehemi pas pak sepse ka publicitet, qëndroni me ne se kemi diskutime të tjera.